Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Ashtu. Në ngylfem, eja të heqë zhvellon e nusës tonë. Aha, erdi dhe nusja jone e vogël. Nuk bëmë natë kënaje për të, po sonte do vim të gjithë së bashku këna. Eja e dashur Alena. Sillni një karige? Ajde. Hajde, ullu e dashur, ullu. Po, dhëndërit tanë do të vinë tani, ti marrim këti. Jeman? Këtu janë edhe dhëndërit tanë. Ashtë pra. Sonte, ne jemi shumë të gëzuar që jeni me ne në gëzimin tonë familjar. Ju falenderoj. Vajza ime Feraja nuk ashtë e huaja, si që dini. Ajo u rrit në koshtin e kësaj rezidence. Nuk kisha mbes dhe ajo u bë fëmia im. Patmirësisht, nipi im i madhe më dëgjoj dhe u martua me një vajzë që ka marrë edukimin tonë familjar. Me bikimin tim, po i martojmë. Ashtu. Ne kishim pejes tani mes familjes. E më vonë, në javën e ardhshme, të gjithë miqtë tanë i mirëpresim në dashmen tonë. Faleminderit. Në ngylfem, le të bëjmë ceremoninë e nusës tonë. Dua të them këna nusëve tani. E janë tani. Annesinin bir tanesini hor görmesin.
Eja. Çfarë ke, çfarë? Ti dërgove 100 mesazhe. Të ka marrë malli shumë, ha? Nuk duron dot pa mua. Sa ju pëlqen femrave që ta egzagjeroni situatën. Në fund të fundit dërgova vetëm 2 mesazhe. Mjaft në rregull, mos e zgjat shumë. Nxito pak dhe hyr në temë. Të hinë tem, ha? Këtë fjalë të përshtaten mirë. Vëlla Hasan. Shiko, unë do të godas me kokë dhe do të tregoj se kush është vëlla Hasani ty. Vetëm fjalë. Merr masa, bëj lëvizjen tënde. Përbes do të ishte mirë, do të shfryesha pak. Por atëherë do ta thyj hundën unë ty. Do të lirisësh, do të qash në dysheme, pastaj do të thuash, do doja të mos e kishim bërë, më çon në spital. Del shumë punë. Djalosh, a do të dëgjoj unë për gjithmonë? O zot, trego çfarë ke? Mos vërtit. Fol. Çfarë ndodhi me vëlla Jamanin? Aty ishte edhe Xhemile, ju pash. Ti nuk e mbajte fjalën Okan. Jamani vepron si një armë e mbushur. Çfarë mund të bëja? Në tavolinë ishin gjyshi dhe vëlla im dhe guvernatori. Si mund të ngrihesh vajz? Hajde më thuaj tani, çfarë ndodhi? Çfarë u bë? Çfarë do të thotë, nuk të intereson? Nuk do t'rregoj. Hazal, mos më çmen. Mund të më thuash, të lutem. E vërtet, hajde. Thash Jamani se nëse ai vazhdon kështu, do t'i them Alenës. Nuk i the këtë. I thash. Hazal, mos u bëj budalla. Nuk e kisha fjalën, s'ka gjë, mos ki frikë o zoti im. Shqetësimi im kryesor ishte t'ja bëja të ditur Xhemiles. Kaq. Ne jemi partner, ti dhe unë. Pse vazhdon të veprosh vetëm? Nuk të ishte më mirë të më tregosh kur të marrësh një vendim. Hajde ik tani, a do të marr udhra nga ti unë? O zot, i gjithë feri shpërthet dhe ai ende më tregon për gjyshin e tij. Qengji i gjyshit. Nuk mund ta besoj këtë. Sot më jep një të zgjuar, të lutem, vetëm një. Ku është gjyshi im, Okan? Shkoj në shtrat. Kuptova. Pra, Dhëndër, ti studion jashtë vendit, jeton në Amerikë, por kthehesh në vendlindjen tënde. Familjarët do vënë këna në gishtin e vogël, apo jo? E po nuk kam asnjë kundërshtim. Jam përkushtuar rrënjve dhe më pëlqen edhe tradita e ime. E po në fakt po bëja shaka, sigurisht e kuptove edhe ti. A duhet ta hedh atë në plera? Që din, nuk ka nevojë. Feraja është në shtëpi? Po, në shtëpi. Sigurisht që ke shumë të drejtë. Nëse Ateshi do të kishte folur me ju për këtë, atëherë të paktën ju do ishit më e qetë tani. Duhet të kisha pranuar kur baba im të donte si nuse. Nuk e kuptoj? Kisha disa rezerva për babajn dhe për vllajin tuaj. Por do t'i kishim ka përzyer të gjitha. Duhet të kishe qenë nusja ime. Çfarë të bëjmë? Është fati pra. Mua babai po më pret lart. Nuk është mirë të pres më shumë. Në rregull. Po të shoqëroj unë. Ashtu, unë e kam harruar telefonin tim. Më mirë ta shkoj ta marr atë, sepse më duhet shumë. Në rregull. Të lutem, nuk do të mbaj në pritje. Hajde, shihemi, mirupafshim. Baba, nëse mundet, më mirë mos më prit. Do të bëjmë një bisedë e vogël me zonjën Gylfem. Kur të mbarojmë, do ta telefonoj zonjën Ajten, ajo do dërgoj dikë. Mirë, mirupafshim. Cili është kuptimi i kësaj tani? Ju solla diçka për të ngrënë, vajza. Hajde, hani tani. Nuk duhet të shqetësoheni, ne do ta kishim marrë vetë. Nuk është e vështirë për mua. Ai shumë jam i lodhur, vajzë. A mund të them diçka? Jamani e mbajti veten shumë mirë. Ai u soll mirë, por zoti e di se çfarë të ndodh deri në dasëm, kësaj nuk i diet. Ti solle 2 kafshata ushqimi, por po na e vret oreksin tani. Sikur të mos e mendojmë sa duhet. Hesht moj, vajzë dobët. Askush nuk pyeti për mendimin tënd. Hazalli do të qëndrojë me ne deri në dasmë, kunat.
Natën e mirë. Mundet sigurisht, le të qëndroj. Natën e mirë edhe për ty. Peshk i ftohtë. Nuk duhet të kisha menduar as pak për ty. Mendoj për ty, thot ajo. Nëse nuk do të kishte ndodhur kjo çmendurinë, do të kishim ikur tashmë. O Zot. E dashura ime, vazhdo merr një së paku. Nuk po ha asgjë, do të sëmurresh Feraje, të lutem. Të betohem do të hyjun do fytyrën. Më shiko. U friksove? Më jo pra. Feraje, prindërit e tu janë jashtë, a mund të bëjmë pak bisedë? Në rregull. Jo, vazhdo. Merr edhe një për mua, edhe unë do të ha. Në rregull. Atëherë do të pres në kopsht. Dëgjoj, më fal nëse të friksova, Hazal. Mos u bëj budalla. Ju bëft mirë. Vuajtjet e mia të pafunda. Nga ta di unë, mendova se kishe mësuar diçka. Ja mend duke e parë, le të mësohen me mua. Të njihemi pak. A nuk mendon edhe ti kështu si unë, ha? Apo jo? Mirë, po ika të rund, mos të na shoh dikush, ne. Jo. Ata janë zhdukur të gjithë, askush nuk mund të shoh. Ty do të puth vetëm kur të dua unë. Mos harro këtë. Më lër të shkoj. Ti nuk do të ndryshosh kur, ti je kaq dreq. Se ti nuk je dreq? Por mos qëndro larg kështu. Rregull? Pra ashtu. Rregull. Më vjen keq që duhet të hash thatë, nuk lash të pish as çaj. Këto pastaj janë gjithashtu të shishme. Gjithsesi nuk kisha dëshirë të haja. Gjithsesi nuk po ha shumë Feraje. Shiko, nuk ke veshur asgjë, është ftohtë, është acar, do të ngrihesh. Ja, atje të shkojmë. Largohu, të betohem se do të na shoh dikush. Le të shkojmë në dhomën time. Çfarë? Mos bëj budallëqe, dikush do të na shoh, ose Në rregull. Çfarë bisedova me nënën e djalit më të madh, Ajo ishte ngjitur pas duarve tua, kaq dramatike dukeshte ajo skenë. asgjë. Por unë kam dëgjuar se Omar Gylsoj donte që ti të martohesh me nipin e tij, apo e kam gabim? Por djali vërtet nuk donte. Dhe më pas zgjodhi vajzën e shërbëtorëve. Ishe zemruar, apo jo? Si mund të duroje ashtu, Si mund të duroje? E kam takuar 1 ose 2 herë, edhe kur ishim fëmijë pra, pastaj shkova në Stamboll dhe ata erdhën këtu. Por as pak nuk ishim aq të afër ne. Aha. Tani e kuptoj. Kështu që nuk ke pasur kohë që të mirësh me Lajka. Zoti të mallkoft. Eja, mos ftohesh, eja këtu. Eja të flasim. Zoti të mallkoft. Eja. Atëherë, jam pak konfuz, prandaj doja që të flasim. Jamani, mendoj se e njeh ishin tuaj pasi ai përmendi të kaluarën tuaj. Çfarë të thaj? S'ka nevojë të më thot asgjë. Ai e dinte tashmë që ishte ish i juaj, përndryshe pse do të vepronte kështu. Mos më mërzit, lutem, s'të marr në pyetje. Ti është më ka ngecur në kokë dhe prandaj deshe të të pyes. Unë nuk e pyet e Jamanin kush është ky njeri apo ndonjë gjë. Mirë, ku është buzëqeshja? Ju lë vazhdimisht në situata të vështira dhe mua më vjen vërtet shumë keq. Feraje. Unë do të them se kush është ai. Jo, të lutem shumë. Problemi im nuk është se kush është ai apo nëse Jamani e njeh atë. Shiko. Pa marr parasysh se çfarë. Unë do të jem aty për ty derisa fëmia të lind. Dhe si ta thash, unë do të jap fëmijës tënd mbi emrin tim. Nuk keni pse e bëni këtë. Nuk kërkoj. Feraje. Ti ke kaluar shumë gjëra për shkak të këtij djali. Feraje. Të kam premtuar ty. Në rregull? Unë do të qëndroj në fjalën time, mirë? Që tani e tutje, nuk do të pyes gjithsesi ndonjë pyetje në lidhje me atë njeri, sepse kjo është e kaluara yte, kjo është një histori. Kur vazhdoj të bëj pyetje të tilla gjatë gjithë kohës,
Ndjehem sikur po të shtyej në qoshe dhe nuk dua ta bëj këtë gjë. Tani ndihem keq. Mos fol sikur ke faj. Kush do të ishte në vendin tënd do të zemrohej. Nuk është të jesh i zemruar. Por unë nuk dua që ai që të burri në këtë situatë të jetoj pranë teje. Kjo është një çështje tjetër, dhe nëse e parë me një burr tjetër, ne nuk mund ta shpjegojmë këtë. Në fakt kjo është çështja, më beso në fjalë që ti them. Kërkoj falje. Jo. Të lutem. Nuk është diçka për të kërkuar falje. Ne kemi bënë një marrëveshje. Tani thjesht po bëjmë një vlerësim logjik të situatës. Tani e tutje, unë do të bëj çmos që mos t'ju vë juve në situatë të vështirë. Nuk do të jem kurrë në një situatë të vështirë, mos u shqetëso. Por gjithsesi, faleminderit. Tani le të shohim. Fli mirë, le të pushojmë të gjithë. Duhet të pushosh mirë dhe të lutem. Fillo të hash. Fillo të hash siç duhet. Në rregull? Aq, mbaroj, takimi përfundoi. Aq. Natën e mirë. Natën e mirë. Kush është aty? Ateshi e kupton shumë mirë se çfarë ke kaluar në këtë situatë. Të lutem mos e fajso veten që e ke gënjur atë. Shpirti im. Sa do doja të largoheshim nga këtu, Hazal. Me afrimin e dasmës, më lodhe dhe më shumë të mendoj se do të jem në të njëjtën çatim me të. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Sëraja e gjyshi im të fton për mëngjes. Hazal, më fal, është një çështje familjare. Të gjithë po të presin ty eja. Të gjithë? Kam një familje, si që di. Ata... Po, thjesht u befasova. Ne ishim duke shkuar në shkollë. E kuptoj. Është normale të kesh panik, por pas dasmës do t'jesh edhe ti në atë tavolin, kështu që më mirë të mësohesh me të lutem. Gjyshimi si thonë që të vish, prandaj shkolla nuk është një justifikim i dur. Po, sigurisht. Kështu që sot nuk ka mësime të rëndësishme atje. Edhe unë do të shkoj brenda të flej pak, do të pushoj. Eja. Hazal, faleminderit. Të premtuam një ceremoni mbrëmbajs. E ke veshur fustanin para gjithë të ftuarve dhe u shfaqe aty. Me zi e shpëtuam situatën. Por, qysh jo merë, edhe unë doja shumë një natë këne, qëfar të bëja? Mos më folë si një 5 vjeçare tani. Mbaj pak këmbët në tokë. Ti hyre në këtë shtëpi si rufi nga qielli, pa miratimin tim. Nëse doje të bëhesh e nuse e duar, duhet t'ja kishe thënë burrit tënd. I thash, por ai nuk më dëgjoi. Alena hesht. Nuk e dua më kur një paturpsi të tillë. Pastaj do të kërkoj ty llogari, zoti i dhëndër. Nuk kam më kohë për marrësi të tilla, kuptove? Ju bëft mirë. Eja vajzë ime e bukur. Eja u luktu. Ullë, Ullë. Mendoj që do të flasim pas mëngjesit. Nuk po iki askund birë. Do të flasim kur të shkojmë në kompani. Ke gjetur një fustan në sërije, vajzë ime bukur? Jo, ende jo.
Dohet vishje fustanin në stande dhe ja dhe rroba qepsit? Nuk funksionoi. U gris gjatë riparimit. Do të blej një të ri. Se duhet ta blesh ti. Pala e dhënë duhet ta blen fustanin. Gylfem. Shko me vajzën time. Mbaroj këtë punë sa më shpejt. Ka një dyqan në qendër të qytetit. Mund të shkoj vetë dhe të zgjedh. Ne do ta paguajmë. S'ka nevojë. Ne do të kujdesemi. Si të dëshironi? Je shumë xheloz ti. Shumë xheloz jam. Nuk e mohoj këtë. Unë jam shumë xheloz për ty. Vetëm era mund të prek lëkurën tënde përveç meje. Feraje apo han diçka? Unë më pak. Do të ha. Po kjo është normale, te lashet e dasmës. Le të pim kafe pas mëngjesit, unë edhe ti. Duhet të bisedojmë. Sigurisht, mundet. Mos u frikso, nuk do të ha. Le të afrohemi pak më shumë me njëra tjetrën. Do të pim ne të treja kafe. Jo ne të tre. Sot dua të pi kafe me Feraje. Me ty do ta pi më vonë. Në rregull. Si të dëshironi. Unë ngopa. Ju bëft mirë juve. Ju bëft mirë, përsëri. Shpirti nënës? Çfarë ndodhi zemër? Kur nata nesri të tha apo jo? Pa. Nan, e kam shumë të vështirë, sillen shumë keq me mua. Më dëgjoj atëherë çfarë kam për të thënë. Mos hezito, përmbysë truesën nëse është e nevojshme. Pastaj të gjithë do të rheqin shkopinjt. Unë e di shumë mirë se çfarë duhet të bëj, por kam frikë nga gjyshi Omer. Mos ki frikë, mos u friko nga askush. Dhe mos e ngacmoj amanin ti bia ime. Mos u pajto me të për gjithçka. Mbroje pak veten, bëj ata që të respektojnë ty. Edhe ashtu nuk ka falje për të nën. Edhe ashtu u tërhoqa nuk e jap veten. Unë do ta bëj atë burrnën. Mos u shqetëso, unë e di shumë mirë se çfarë të bëj. A kërkuan kafe ata? Sot Omer shkoj në kompani me djemtë. Kjo është për Ferajen dhe zonjën Gylfem. Aha, ajo do t'i bëj presion vajzës tani. Ti si e ke hallin, ha? Pa pritet fillove ta duash Ferajen. Ç'lidhje ka kjo me këtë Nesrin? Mos u bëj çesharake edhe ti, unë thjesht po flisja. Hazal, përshëndetje, Ateshi jam. Doja të thoja diçka. Feraje si është grisur fustani i nusëris gjatë riparimeve. Aha, shihja është në shtëpi. Në rregull. Dhe ma sill pastaj mua. Afër derës jam, po pres. Kur i mbaron studimet? Do të diplomohem brenda një muaji. Ah, bravo. Ke bërë mirë që studiove. Mos i beso askujt në këtë jetë. Asnjëherë nuk dihet se ç'ndodh nesër pas nesër. Po ty nuk të tha babai që të mos shërbesh më? Sigurisht. Apo i solle për të na përgjuar, apo jo? Jo, zonja Gylfem, vajzat ishin të zëna, kështu që unë e solla. Ti e di e marrëdhënien mes Ferajës dhe Ateshit? Jo, përbe zonja Gylfem. Edhe ne morëm vesh në të njëjtën kohë me ju. Ata u takuan shegurazi për një muaj. Një muaj? Zotri Ateshi erdhi një muaj më herët nga Amerika për Ferajen. Mund të largohesh?
Në rregull? Nuk mund ta mbylli gojën ti apo jo? Gata di unë, mendova se ajo e dinte. Hec, shko poshtë tani, zoti. O, zot, o, zot. Unë të ngrihem tani. Pik kafen. Nuk më pëlqen shumë kafeja. Do të le të qetë ty. Ullu. Ullu të thash. Shmendon ti se ke korrur një fitore, a? Djalim shumë shpejt do ta kuptoj se ti nuk je vajza e dur për te. Çfarë i bëre ati? Çfarë i bëre? Më trego si e joshe atë. Më thuaj, fol. Më shiko në fytyrë më shiko. Jam shumë kurioze ta di. Më thuaj. Zonja Gylfem, jeni shumë e zemruar ju, prandaj duhet largohesha unë. Mendoj se duhet të flasësh me Ateshin, me lejen tuaj. Mendoj se kjo nuk mund të rregullohet për tjedi. Vërtet? Të shohim se çfarë ndodh në duar me përvojë. Nëse thua kështu, sigurisht. Azal. Mos i thuaj asgjë Ferajës, do të jetë një surprizë. Në rregull. Zotri Atesh, eja këtu. Eja. Zonja Gylfen, mund të më lëshoni të shkoj? Duhet të shkoj. Nuk mund të shkosh as gjikundi. Mashtruse, hiqe pamjen tënde të papajshme. Baba i mendonte se ishe një vajzë e mirë. Nuk mund të ngrihesh dhe të largohesh ashtu, pa lejen time. Qëndro këtu. Ti fillove të më ofendoje. Duhet ta kishe menduar para se ti fut një kthetra djalit tim. Shikoj atë. Shikoj. Ky është fustani gjyshesime. Pronares të unazës. Ajo e donte dikë, por nuk e lan të martohej me ta. Dhe u martua me djalin e Gërsojt. Dhe vdiq në moshë të re. Disa thonë se ishte aksident, disa thonë se u hop në një shkamp. Dhe pasi ajo vdiq, ja hoqën unazën nga gishti. Pastaj ja vu nënës së babait tim. Por dhe ajo vdiq në moshë të re. Mbajtësi i unazës ishte vjerra ime. Fatkeqësisht nuk e kam njohur kurrë, sepse ajo vdiq duke lindur burrin tim Ahmetin. Nuk e kam vënë kurrë këtu unaz duke besuar se është e mallkuar. Për ti nuk do ta heqësh kurrë në gishti. Nën mjaft. Mjaft. Çfarë po bën, çfarë është kjo marrëzi, më thuaj? Po i them të vërtetën. Çfarë të vërtetë? Gjithë kjo është një marrëzi e vërtetë. Po e bën këtë për të trembur Ferajen, mos e bëj. Ti dhe unë folëm për këtë. A, nuk thash se nuk dua të razira në këtë shtëpi, ha? Çfarë është kjo? Feraje. Eja. Eja këtu. Nëna ime tani do të kërkoj falje. Kur? Ti e janë në vete? Nuk mund të më japësh urdhër. Ke nënën para teje. Atëherë sillu si nëna ime. Nuk ke të drejtë të më thuash asgjë. Kështu thua? Pikërisht ashtu. Çfarë do thotë kjo? A nuk më the se u ktheve për mua nga Amerika? Edhe? Nuk është e vërtetë. Si kështu? U ktheve për të. Gjithashtu, një muaj para se të vish në shtëpi për të më parë, dhe këtë e mësova nga Nesrini. A duhet të ishte kështu? Fol! Mos e baj. Mos e baj. Atesh unë po iki. Mos e bëj. Nën. Mos më ndiq, do të marr ilaçe dhe do të shkoj në shtrat. Kur Jamani u martua, ajo nuk shkaktoi kaq shumë telashe. Kjo do të thotë se Ateshi është ishmuari i saj. Po. Një tjetër kthese e fatit. Është e qartë se ajo shumë e lidhur me të. Do të kesh punë me këtë. Tani po vjen një telash tjetër, sa bukur. Ju dëgjova unë. Unë i thash zotri Ateshi që erdhi ai. A dëshiron të falenderoj? Apo çfarë do? Të them të kesh kujdes nga Gylfemi. Sikur ta dije se çfarë më ofroi ajo për të larguar nga këto ty. Ajo donte që të largoja nga Ateshi. Intrigat e lira, ha? Por e bukur.
Por prisja më shumë kreativitet prej saj. Mendoj se duhet ta kishe ndihmuar ti. Gylfem nuk është budallaqe. Por ajo thjesht nuk merr seriozisht. Ki kujdes nga ajo. Mos i beso nëse ajo fillon pas 2 ditësh të jetë mirë me ty pa pritmas. Mos e beso. Nëse mbarove? Mbarova. Ata ulen dhe mendojnë së bashku gjatë gjithë ditës. Çfarë të them unë ty? Të paktën më dëgjo. Më dëgjo të lutem. Nëse ke ndonjë vështirësi, eja tekon. Asnjëherë. Dil jashtë. O zot, o zot. Ajo dëshiron që ti të martohesh sa më shpejt me Ateshin. Ajo ka frikë se Amani mund të mësoj për fëmijën. Ajo me të vërtetë është një djalë i keq. Ti e hodhe topin e borës. Unë e theva. Raje, le të flasim. Mos më jep urdhra mua, po shkon në shtëpi, nuk dua të flas me ty. Ti do më dëgjosh mua. Është e qartë se çfarë bëre. Nuk ka asgjë për të folur. Më kote kërcënove shokun tim të shkollës. Ai po e lën shkollën, ishte i tmerruar. Shumë mirë bëra. Ai nuk do të prek krahun e çdo vajze. Nuk kishte asnjë qëllim të keq. Ai sillet kështu me të gjithë. Po ashtu, me kë jam e afërt unë, vendos vet. Askush nuk mund të të prek ty. Mos u bëj sikur je shefi im ti, kështu po më acaron edhe më shumë. Çfarë është kjo tani, po më trajton si një ari? Jam ando të shkosh? Feraje. Feraje. Hyr. Gjyshi po të theret në sallën e mbledhjeve. Thuaj që kam një takim me një klient të huaj dhe kjo do të merrte shumë kohë. Mirë. Shiko, nuk do të dëgjoj gjëra të tilla si e vlla, je mirë, çfarë do të bësh? Nuk jam i qetë fare. Mos ki frikë për veten tënde. As mos mendo për mua. Vëlla, çfarë lidhje ka kjo me këtë? Le të flasim pak, mirë? Të lutem. Hajde. Hajde le të shkojmë diku, të bëjmë diçka. Të bëjmë një shëtitje. Të premtoj se nuk do të flas më. Mirë, Okan. Por tani dil jashtë.